Pas pazarit me tenderin 11 milion euro për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes DVB-T2, pas 8 tenderëve të tjerë korruptiv, pas shtimit të numrit të këshilltarëve personal dhe grabitjes së përfaqësimit në Eurosong Junior të festivalit të fëmijëve që zhvillohet në Shkodër, drejtoresha e RTS Eni Vasili është përfshirë në një aferë tjetër financiare. Bëhet fjalë për një skem vjedhje të fondeve publike nëpërmjet falsifikimit të kostos për festivalin e këngës Kur vjen pranvera, në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 6 anëtar të Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar. Sipas njoftimit zyrtar dhe reklamës që po bën RTS, festivali i këngës Kur vjen pranvera do të zhvillohet më 6 dhe 7 qershor 2026 në sallën e koncerteve të Teatrit të Operës dhe Baletit. Si çdo aktivitet artistik, edhe festivali i këngës Kur vjen pranvera ka kosto shpenzimesh financiare. Paçka se do të përdoret logjistika, orkestra dhe stafi i realizimit teknik e artistik që janë organik të borderos në RTS. Drejtoresha Eni Vasili, në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 6 anëtar të Këshillit Drejtues të RTS, nuk kanë deklaruar paraprakisht vlerën e shpenzimeve për këtë festival. Sipas logjikës dhe ligjit për administrimin e fondeve publike, drejtuesit e RTS kanë detyrim që fillimisht të përcaktojnë koston totale dhe rregullore në festivalit dhe mbi bazën e kostos të lidhen kontratat dhe të fillojnë përgatitjet. Por me kërkesën, domethënë me diktat të Eni Vasilit dhe vendimin numër 21 datë 4 maj 2026, Këshilli Drejtues i Radio-Televizionit Shqiptar ka vendosur që vlerën e shpenzimeve për festivalin e këngës Kur vjen pranvera 2026 ta përcaktojnë dhe miratojnë pasi të përfundojë festivali. Më konkretisht, në vendim thuhet, lihet hapësira e amendamenteve që mund të krijohen gjatë periudhës së përgatitjes së preventivit përfundimtar të projektit artistik Kur vjen pranvera deri në miratimin e tij. Nuk është pa aftësi për të përllogaritur koston, sepse pazaret dhe kontratat janë dakordsuar sipas marrëveshjes mes drejtuesve të RTS-s, subjekteve mbështetëse private dhe specialistëve të muzikës, që janë punonjës të RTS-s dhe marrin pagesa shtesë në formë honoraresh. Miratimi i kostos pas festivalit është skem për ndarje llokmash financiare që do të vjedhin në maskën e shpenzimeve për këtë festival, llokma për të cilat nuk kanë rënë dakord dhe do t'i shtojnë pas përfundimit të aktivitetit. Sipas informacionit nga burime në kupolën e RTS-s, ky është shkaku që festivali Kur vjen pranvera, i planifikuar në pranverë më 21 dhe 22 mars 2026 do të zhvillohet në verë më 6 dhe 7 qershor. Me këtë skem vjedhje të sajuar dhe futur në veprim nga drejtoresha Eni Vasili dhe klani i saj brenda jashtë të RTS-s, nuk është miratuar nga kryetari i Këshillit Drejtues të RTS-s, Fatjon Hoxhalli dhe 4 anëtarët e tjerë, të cilët nuk shkuan në mbledhje, por ajo e ka miratuar me 6 anëtar.